Ruajtja e mjedisit është ndër 6 shtyllat kryesore të kurrikulës bërtham për institucionet arsimore e parauniversitare. E këtë vit pyetjet në testin ndërkombëtar PISA, që janë në formatin e vlerësimit të shkallësive të nxënësve për të zgjidhur probleme të jetës reale, do të përqendrohen pikërisht në adresimin e problemeve rreth ndryshimeve klimatike dhe sfidave mjedisore. Dritë Krasniqi, nxënës në gjimnazin Sami Frashër, u shpreh se për çështjet mjedisore shpjegohet vetëm në mënyrë sipërfaqësore. Këto informata dhe strukturat të cilat janë aplikuar, ndonë se nuk janë aplikuar në atë masën eksponenciale që në të vërtetë nxënësit të marrin këto informata edhe t'i aplikojnë në përditshmëri të tyre. Ndoshta kanë qenë elementare edhe sipërfaqësore, mirë po ndonë se një lëndë e cila do të aplikojë edhe do të integrohej në sistemin arsimor, e cila është lëndë obligative, jo zgjedhore, atëherë besoj se do të kishte një impakt të pozitiv në edukimin e shoqërisë tonë mbi ruajtjen e mjedisit. Drejtori i Institutit Pedagogjik të Kosovës Osman Buleshkaj këtë nuk e sheh si problem, me që thotë se testimi do të vlerësojë mënyrën se si mësojnë nxënësit dhe jo çfarë mësojnë ata. Vështirësi për këtë vit ai e cilëson në zhvillimin online të testit. Si vjetërisi dhe vështirësi është testi zhvillohet online. Domethënë, ky është elementi unë mendoj edhe shpresoj të jem gabim që nuk do të na ndikojë shumë në rezultat. Përgatitjet dhe mundësitë që kanë shkollat në këtë element kanë qenë të kufizuara. Domethënë, përdorimi i teknologjisë i integruar në mësimdhënie dhe në vlerësim nuk është shumë dominant në shkollat tona, për faktin se nuk ekziston infrastruktura mbështetëse për këtë proces. Këtë vit testimi do të jetë adaptues, pasi pyetjet do të përshtaten varësisht nivelit të përgjigjeve të para të nxënësit. Kosova për herë të katërt do të jetë pjesëmarrëse në testimin që organizohet nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Nxënësit do t'i nënshtrohen testimit me pyetje në fushën e shkencës, matematikës, leximit dhe të jetuarit në botën digjitale. Në 3 testet e kaluara, nxënësit kosovar kanë dalë ndër më të dobëtit.